Ja çfarë rekomandojnë mjekët të pini sapo zgjoheni nga gjumi. Për shumë njerëz është e paimagjinueshme të nisin ditën pa 1 ose 2 filxhan kafe, duke sikur lëngu magjik i zi ka një fuqi të mbinatyrshme për të kthyer në plot 180 gradë humorin, energjinë dhe përqendrimin e tyre. Por a keni menduar ndonjëherë sikur të rënisni ritualin e mëngjesit me një gotë me ujë të ngrohtë? Uji jo vetëm që është një përbërës kryesor i organizmit të njeriut, por merr pjesë edhe në të gjitha proceset jetike të metabolizmit. Në këtë video do të rendisim arsyet pse duhet të pini ujë të ngrohtë me stomakun bosh në vend të kafes çdo mëngjes. Uji i ngrohtë do të përmirësojë lëvizjet e muskujve, sipas Journal of Neurogastroenterology dhe Motify ka treguar se deri në 58% e njerëzve që vuajnë nga probleme të tretjes mund të kenë edhe një tretje më të mirë nëse pinë ujë të ngrohtë. Uji i ngrohtë përmirëson qarkullimin e gjakut dhe lehtëson dhimbjet e fytyrës.